Përshëndetje gjithëve, sot do kemi për të prezantuar një modele italiane dhe është pikërisht Panigale V4 e Ducatit. Para se të filloj me review-n, mos harroni të bëni subscribe tek Moto Hokage dhe të bëni follow në Instagram dhe në TikTok te moto.hokage. Për sa i përket Ducati Panigale V4, është një ndër motorat që për mendimin tim është më i bukuri. Normalisht gjithë secili ka preferencat e veta për motorat dhe për bukurinë. Mua personalisht duket sikur është motori më i bukur. Krahasim edhe me Hondën, që unë jam pak si fans, edhe me japonezët, edhe me gjermanët. Mua personalisht është motori që më pëlqen më shumë për pamje. Për performancë pastaj do flasim pak më vonë, po për pamje ky më duket më i bukuri. Për sa i përket Panigales V4, pse quhet V4 para punës, sepse ndryshon vendosja e pistonave nga vendosja normale e inline-it që ne jemi mësuar. Ky motor, vendosjen e pistonave e ka në formën V, prandaj quhet edhe V4, 2 pistona në janë, 2 pistona në janë, formojnë formën V. Kurse inline-i është një blok me 4 pistona. Ducati Panigale për cilin po flasim i ka, mos gabofsha 90 gradë, vendosjen e V-s, e pistonave. Përgjithsesi, është një motor që ka shumë opsione, që ne do i shohim pak më vonë në dashboard, por le ta shohim pak nga jashtë se çfarë ofron ky motor. Nga jashtë, ky motor ofron një pamje që është ekstrem i bukur. Ja ndezim pak dritat. Okej, pra një mrekulli nga anja pamjes. Ofron frenim Brembo, që nga nofullat, ferrotat, pompa e me gjitha me radhë. Ofron freksionin me xham, shumica e Ducatistave i vendosin freksionin xham ose i vendosin freksion fat. Nëse do ndezim. Okej. Ky është me marmita Austin Racing, normalisht nga kolektorët. Dhe ky është një motor që ka diku te 210 kuaj fuqi kur del nga fabrika, por bashkë me marmitat, ky ka shkuar diku te 220-222 dhe ka një tork nga fabrika 124 Nm/m. Ky bashkë me tunin dhe bashkë me marmitat mund shkoj diku te 130. Pjesa mbrapa pastaj është pjesa e swing armit, që ky e ka vetëm në janë, nuk e ka të plot. Është karakteristike Ducatit dhe kjo. Tu kemi dhe diskofrenin bashkë me nofullat e Brembos. Goma është 200. Okej. Amortizatorët, ky ka showa thjesht me regjistrim normal. Edhe amortizatorin mbrapa me regjistrim normal. V4 SY, pastaj që është versioni pak më premium i V4-s, i ka amortizatoret elektronik, edhe i ka Öhlins. Shohim pak se çfarë ofron dashboardi i këtij motori. Ky normalisht, si çdo motor tjetër që ne kemi parë deri tani, ka modsat, që janë Sport, Street dhe Race. Të gjitha të konfigurueshme. Këtu për shembull kemi DTC-n, Ducati Traction Control, që është i konfigurueshëm. Kemi ABS-in, gjitha me nivele. Kemi DVC-n ose Ducati Wheelie Control. Kemi DSC-n, Ducati Slide Control, që shërben për të kontrolluar gomën e mbrapsme sa bën drift, sa rrëshket. Kemi dhe EBC-n, që mos gabofsha, EBC-ja është Engine Braking Control i Ducatit. Dhe DRS normalisht është quick shifter up and down. Gjitha këto janë të kontrollueshme dhe mund t'i ndryshosh në street, në sport, në race. Gjitha këto konfigurime mund t'i bësh vetë edhe i ruan sipas dëshirës. Normalisht ka tripet, ka temperaturën e jashtme, temperaturën e motorit, ka konsumin, ka settings, gjithat motorit dhe nga krau tjetër pastaj, po të shikoni këtu, keni dhe konfigurimet që ke bërë. Këtu pastaj kemi launch controlin, që ky ka 3 nivele. Niveli parë, niveli 2, niveli 3 dhe exit. Këto janë opsionet që ka zakonisht, normalisht ka dhe settings, po s'po rriti hapim. Ky është stabilizatori i timonit,
që kur je në shpejtësi të larta, sidomos edhe del ndonjë gur i vogël para ose ndonjë papastërti ose ndoshta një grop e vogël që të humbet apo bën death wobble, kjo le të themi që nuk lejon ta bësh, pra ta drejton motorin prap. Këto janë dhe opsionet që ka në dashboard. Pastaj pjesën tjetër ne do e shohim edhe nece. Është realisht një ndër motorat më të bukur, që mos i ngele hatri atyre që mendojnë ndryshe. Para se ta mbyll, ngjoni pak zhurmën e këtij motori. Me këto motor seriozisht nisjen duhet me bë nga xhamia me bismillah, se realisht është goxha bish, t'i vejmë pak launch kontrollin. Provojmë i start pastaj. Realisht është një motor që është i papërballueshëm. Sa do eksperiencë kesh me motora të tillë, goxha vështirë të hapësh gazin deri në fund. Zhurma karakteristike e Ducatit si traktor. Mi rëshket goma, shqie pa pamë. Një ndër disavantajet e Ducatit është edhe nxehtësia, do më thonë, të kesh të motor në verë është ekstrem. Do më thonë, unë momentalisht jam ujë ndjerës, vetëm nga nxehtësia që prodhon motori, edhe qik vapë sot. Ti provojmë njerë një nisje kot për fiksim të ti. Vese se do bëjnë e nisje perfekte me këta, po pjesësi. Po i shifte në bastat me shumë plasje të bukur. Gërgjaj dhe si motor, gërgjaj manovrushë. Me këtë, nuk mjafton dora me hap gaz. Shikoni sa hapje gaz i ka. Nuk baron. Që motori nuk kap më shumë se 300, se dhe 299 dhe i dalin vizat. Në me thonë kap më shumë se 300, po thjesht nuk e tregon. Manova të kapim i pamje ka përëndimi, se kam frikë se me shkua një nga Elbasani, se kapim do të më përëndimin. Ti me rojmë pak këto. Okej, atëherë këthemi këtu. Shohim pak do makinat e luksit këtu. Bëjmë na i garë me këto. Të vizësh në qytet me këto motor, si shmajnë Shqipëri, rëndom një mishat, është ekstrem. Se kjo në autostradë dhe t'jep një nxehtësi pa pam, imagjino t'jesh në qytet. Nuk imagjinoj do më thonë, t'jesh në qytet me një motor si puna këti. Shpresoj mos këtë rana i mis të kamera, se pas ka shumë miza këti. Edhe po patëra do duket pak në video keq, për gjithsesi do duket. E që ka një rrugë ekstrem e rëshkitshme. Ti javësh pak kasno. Kjo sheja këto është sheja traction. Rëshket goma direkt.
është i dalje këtu po se di fix. Shpresoj mos ta nxjerrë shumë larg se se ma do t'as me minimo, si kjo vetëm ecën. E ka bezdit e si qetë kjo motor. Ato motora që thjesht ngjite në furgon edhe çojën pizë vajse për rrugë. Me këtë ke vetëm stres, nuk ke asnjë lloj kënaqësie për mendimin tim. Është jashtëzakonisht i fuqishëm. Nuk e di pse shoh mrapa, se do ketë i mrapa ka 300 orë. Kot me pa mrapa. Pamje dhe me vurushme Ducati dhe Perëndim ka më bukur Just hitchin' big Mari me në dojnë që ka qenë në motora që po dhe shtoja afër me 100 pik. Ok, kalojmë njerë nga këtë tjetë tani. Jemi pak limitume e ikë shumë larg me këtë motor. Freksioni këti s'po më pëlqe fare. Nuk e di e kanë elektronika me kabull do po. Hop. Absurde. Është motor që realisht do vetëm pjesë ku dhe përdojnë është motor në Shqipëri, do më thëmë kur dhe janë zjerë është fundin ti motori. Se këtu jo që dhe jërë. Edhe jam asë në rejs nuk jam sport mode. E gjithë kohën traction-i diesel. Stabilizatorit e monit që stabilizovo.
pas dashje. Okej, tani jam mora pak dorën mbi motori. Kthehemi këtu direkt. Pas shkrim dhe herë deri te Balmanova. Se bimu vute në rruga keqe vësaj. Mirë kthehemi këtu. Qa përëndimi bukur. Fix përëndime në gjyrën e motorit. Përëndimi kuq. Për elektronik, si motor, është i perfekcionu. Po thuj se nivelin e BMW-s. Mos thej më shumë se BMW-a, me traction para, mbrapa, me konfigurim, me ABS, me nivele, me race mode, konfigurushme se cila, është realisht, është motori pa pam. Është edhe shumë i bukur. Një ndër motorat më të bukur që është prodhuar ndonjëherë për mendimin tim është Ducati V4 i këtyre viteve. I riu nuk është se më pëlqen, i këtyre viteve është shumë i bukur. Fare që e ka flikun dhe si për me por. Të janë ndru me freksion. Okej, ne këtë video në nisëm të xhamia dhe do mbyllim të xhamia. Mos harroni të na bëni subscribe në YouTube të Motokag dhe follow në Instagram dhe në TikTok. Juve nuk ju kushton gjë, po mua ndihmoni goxha që të kemi review tjera sa më të bukura për motorat veçantë. Ja ku jemi dhe këtu dhe xhamia mullet.